Ministri i Kulturës së Serbisë, Nikola Selakovic, është rrahur në mbrëmjen e sotme para ndërtesës së prindërve të tij kur ka shkuar për t'i vizituar ata. Sipas informacioneve të fundit, atij është thyer hunda, për këtë arsye është dërguar për të kryer një skanim të kokës. Ai fillimisht është sulmuar verbalisht nga një grup djemsh në kryqin e kuq para ndërtesës ku jetojnë prindërit e tij, e më pas e kanë rrahur dhe i kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore, shkruan Kurir. Media afërt me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai tani po qëndron në spital, ku dhe po përcaktohet shkalla e lëndimit pas së cilës do të shkojë në polici dhe do të bëj kallëzimin, tha një burim pranë ministrit, duke shtuar se është në gjendje të mirë shëndetësore.